Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Një fat i rrallë zbret nga qielli, këto shenja preken nga bekimi më i madh i tetorit. Universi po përgatit një skenë të jashtëzakonshme këtë periudhë dhe Yjet lëshojnë një dritë të re që prek zemrat, ëndrat dhe fatin e shumë njerëzve. Tetori, muaji i balancës dhe transformimit, sjell tani një bekim të rrallë që nuk ndodh shpesh, një ndriçim qiellor që ndryshon rrjedhën e jetës për disa shenja të veçanta. Energjitë planetare bashkohen në një mënyrë të pazakontë, duke krijuar një valë të fortë pozitiviteti, suksesi dhe përmbushjeje shpirtërore. Kjo nuk është thjesht një periudhë e mirë, por një dhuratë nga qielli për ata që kanë duruar, kanë pritur dhe kanë besuar. Në këtë fazë, çdo dëshirë e pastër, çdo ëndër e lënë pezull, fillon të marrë formë. Do të ndiheni sikur gjithçka që dikur dukej e largët, tani afrohet vetë drejt jush. Yjet flasin për fat, dashuri dhe fitime që vijnë si një bekim hyjnor. Kjo është ajo periudhë kur mund të ndodhë rasti i jetës, një takim që ndryshon gjithçka, një ofertë që nuk mund ta refuzosh, apo një moment që të kujton se universi kurrë s'të harron. Këto shenja që do të zbulojmë janë të përzgjedhura nga vetë qielli për të përjetuar ndoshta momentin më të bukur të vitit të tyre. Përgatituni, sepse një fat i rrallë po zbret nga qielli dhe mund të jetë pikërisht shenja jote, ajo që do ta ndjejë bekimin më të madh të tetorit. Demi. Për ty, Demi, qielli ka ruajtur një surprizë të madhe. Një energji e re shfaqet në sferën e financave dhe të stabilitetit personal. Një lajm që lidhet me punën, një rritje page ose një ofertë që ke ëndërruar, do të sjellë një ndjenjë të fortë sigurie, por jo vetëm kaq, edhe në dashuri ndodh diçka e rrallë. Një person i veçantë mund të afrohet me ndjenja të sinqerta, duke ndezur sërish emocionet që kishe harruar. Fati i rrallë për ty është qetësia dhe përmbushja, ajo që s'ka çmim. Luani. Një valë e fuqishme drite vjen drejt teje. Ky është momenti kur gjithçka që ke dhënë kthehet shumë fish. Në punë, energjia yjore të ndihmon të bëhesh qendra e vëmendjes, të vlerësohesh, të shpërblehesh. Mund të marrësh një lajm që të bën të buzëqeshësh, një mundësi që të rrit dhe të vendos më lart. Në dashuri, dikush do të shohë me admirim të ri. Ndërsa ti ndjen se fati më në fund po të shpërblen për forcën tënde, zemra jote hapet për dashuri të sinqertë. Bekimi yt është triumfi pas përpjekjeve të gjata. Akrepi. Për ty, akrep, kjo periudhë është e mbushur me magji. Një fat i rrallë zbret në mënyrë të padukshme, si një frymë që e ndjen në çdo detaj të vogël të jetës. Një ngjarje që ndodh papritur mund të ndryshojë drejtimin e rrugës tënde, por në mënyrën më pozitive. Në dashuri, intensiteti arrin kulmin, një ndjenjë e re lind ose një lidhje e vjetër merr jetë sërish. Në anën profesionale, mund të marrësh lajme të mëdha që lidhen me një projekt apo sukses të vonuar. Bekimi yt është transformimi, ringjallja e plotë e shpirtit dhe fatit. Shigjetari. Një dritë e re hapet për ty, shigjetar. Kjo është periudha kur besimi yt në univers shpërblehet. Një mundësi e madhe që lidhet me udhëtimet, studimet apo rritjen personale po afrohet me shpejtësi. Një lajm nga larg, një kontakt i papritur ose një ofertë që s'e prisje mund të ndryshojë rrënjësisht jetën tënde. Dashuria po vjen si bekim, një lidhje që e ndjen si dhuratë nga Yjet. Shigjetari ndjen qartësisht se çdo gjë që ka humbur, tani po rikthehet me shumë fish. Bekimi yt është zgjerimi i horizonteve dhe liria që sjell fati. Peshqit. Për ty, një energji e butë, por shumë e fuqishme, të mbështjell dhe të ndihmon të përmbushësh një ëndër të vjetër. Do të marrësh një lajm që të emocionon, diçka që ndoshta e ke imagjinuar gjatë, tani bëhet realitet. Një bekim hyjnor që vjen përmes një personi, një situate ose një ndjenje të fortë që ndryshon gjithçka. Në dashuri, mund të ndodhë një afrim shpirtëror i rrallë. Në punë, yjet ndihmojnë për stabilitet dhe frymëzim. Bekimi yt është përmbushja, realizimi i asaj që zemra ka kërkuar prej kohësh. Këto 5 shenja, Demi, Luani, Akrepi, Shigjetari dhe Peshqit, janë të përzgjedhura nga qielli vetë. Tetori po sjell një fat të rrallë, një dhuratë që ndryshon jetën dhe një ndjenjë të thellë mirënjohjeje për çdo përvojë që i solli deri këtu. Por kujdes kur qielli hapet, fati mund të prek edhe ata që nuk e presin. Kështu siç e pam sot, një fat i rrallë vërtet po zbret nga qielli dhe 5 shenja janë zgjedhur nga universi për të përjetuar bekimin më të madh të tetorit.
Por kujdes, energjia e këtij muaji është aq e fortë, sa që mund të prek edhe ata që nuk e presin. Ndoshta ti që po dëgjon tani, je pikërisht në prag të një ndryshimi të madh që do të çojë drejt një jete më të ndritur. Mos haro, kur universi dërgon një bekim, duhet ta pranosh me zemër të hapur. Beso, prit dhe vepro me dritë, sepse yjet janë në anën tënde. Shkruaj poshtë në komente shenjën tënde të horoskopit, që të shohim nëse edhe ty po të prek ky fat i rrallë që zbret nga qielli. Dhe mos haro të abonohesh në kanalin tim, të aktivizosh zilën e njoftimeve, që të mos humbasësh parashikimet e ardhshme dhe surprizat që universi ka për ty.